Solvoni është i jashtëzakonshëm, është një e dyta. Në frigorifer nuk duhet të ketë asnjë gjë plastike. Nuk duhet të ngrohet në asnjë gjë në mikrovalë me plastike. Dhe e dyta janë ftalatët. Ftalatët janë parfumet, kremrat, locionet, sapunrat, shampot, të gjitha gjërat janë përmbajtje kimike. Pra, këto përmbajtje kimike sot, unë po ju them një gjë, janë krijuar ruaza të vogla, më të vogla se 5 mm, të cilat qarkullojnë në ajër dhe në një shishe ujë që pinë me kauçuk, merr gati 200 milion ruaza të tilla plastike. Dhe këto i marrim me lëkurën, këto i marrim me ushqimin, këto i marrim edhe me ujin dhe me ajrin. Pra edhe produkte kozmetike që vajzat grapërojnë. Një grua Proceset kozmetike. Duhet përdor parfum një grua? I kuqi buzës. Tigani që ati, tiganët që shkojmë ne dhe duam një tigan pa tjetër që të mos ngjisi, duhet përdorur inoksi, duhet përdorur dhe qeqi. Në shtëpi duhet hequr tjetër. Kujdesi i madh duhet jetë ke detergjentët, ke pastruesit e shtëpisë. Pastaj të gjitha perimet dhe zarzavatet që marrim, pesticidet, fungocidet, herbicidet, janë të gjitha substanca kimike. Sot është mbi 50 trilion mikroplastik ka oqeani Atlantik. Unë kam parë një emision ku në Filipine kishte 8 kilometro vetë mikroplastik bredveti. Dhe është kontaminuar. E dyta, dore njeriut. Sa po dalim, ne po ankohemi dhe po gjithë Evropa nga temperatura. Ngrohja globale është shkatrim që njeriu i ka bërë natyrës. Dhe ne nuk kemi asnjë gjë natyrale. Dëgjoj, unë po ju them një gjë. Kur unë kam qenë 30 vjeç, 35 vjeç, në fshatrat e Tiranës, vinin për ekipe dhe mishi hajsh vetëm një herë në një muaj. Therreshin 100 dhe hani familja mish. Sot shqiptarët hanë 17 herë në ditë. Sot në çdo rrugë ka ushqim. Ka ushqim, në çdo rrugë ka ushqim. Dhe ky ushqim përdoret. Atëherë po ju them, plastika dhe ushqimet me kimikate, siç janë ushqimet e shpejta, ushqimet e paketuara, ushqimet e përpunuara, që janë sallamerin, suxhuket, picat, Coca-Colat, lëndjet e sheqerosura, makaronat, orizi, bjellrat, bukrat, të gjitha janë të kontaminuara sepse janë të përpunuara. Bie të heqim të gjitha? Ja, po ju them unë. Se kjo është ajo që tani... Po ju them unë, juve duhet të ushqeni në mënyrë të shëndetshme. Një nga problematikat kryesore është vetëm të shmangesh duke eliminuar plastikën, duke eliminuar lëndët kimike, duke pasur kujdes ke detergjentët, duke pasur kujdes ke të gjitha pesticidet që përdoren në perimet dhe e dyta, duhet eliminohen të tëra gjërat e përpunuara, sallamerit, të gjitha ushqimet që shiten në plasmas në market janë të tëra të përpunuara. Biskotat, që janë këto tjera, sheqernat, Coca-Cola, të gjitha këto, Fantat e këto, Bravot që pina gjitha, të gjitha janë të lëndë kimike, të gjitha gjërat në ngjyrë. Njeriu duhet të marrë vezën, duhet të marrë mishin, duhet të marrë mërqinë e zezë, duhet të marrë sardelen, duhet të marrë peshkun, të marrë fasulet, thjerrzat, qiqrat, zarzavatet, sallatrat, jeshilet. Unë po shikoj një gjë në klinik. Ka një mangësi të madhe të vitaminës D. Po ju them një gjë, vitamina D, vetëm në Shqipëri quhet hormon, vitamina D quhet vitaminë, është hormon. Kjo është vitamin E ovulacionit, vitamin E fekondimit, vitamin E prindërimit, të bën prindër, dhe E studimit, edhe e curisë si një shtatzanie të suksesshme. Vitamina D... Pra deficienca në vitamin D, çfarë ndodh me trupin nëse e kemi deficiencë? Është shëndeti i trurit, është shëndeti i zemrës, është shëndeti i kockës. Mungesja e vitaminës D sjell plakje, sjell atrofi, sjell rrezik për smundjet e zemrës, për smundjet e trurit dhe për të kockës. Dhe quhet hormon sepse prodhohet nga trupi, metabolizohet në mërqinë e zezë dhe në veshk, dhe duhet të jetë jo në parametrat që gjendet në letrat këtu në Shqipëri 30, është minimalisht, duhet jetë tek vajzat, tek gratë, mi 55, dhe norma duhet jetë patjetër 75.